Partia Demokratike ngriti alarmin se 466.000 qytetarë nuk do të mund të votojnë në zgjedhjet e 11 majit, pasi u kanë skaduar dokumentat e identifikimit. Nën kryetari i PD-s Orel Bylykbashi deklaroi se pothuaj gjysmë milion qytetarëve shqiptar po mohohet e drejta e votës, duke i kërkuar qeverisë të ndërhyjë për të shtyrë vlefshmërinë e kartave të identitetit dhe pasaportave vetëm për procesin e votimit. Bylykbashi solli në vëmendje se qeveria shqiptare zgjati pak muaj më parë vlefshmërinë e dokumentave të identitetit vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetësve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. I kërkojmë qeverisë që pavonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. 5 ditë para zgjedhjeve parlamentare, opozita i kërkoi qeverisë të veprojë pa humbur kohë. Kjo zgjidhje bëhet tani, menjëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetësit shqiptar të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik. Pak muaj më parë, qeveria miratoi aktin normativ që të gjithë shqiptarët e diasporës të mund të votojnë edhe pse u kanë skaduar dokumentat e identifikimit, por refuzoi propozimin e PD-s që një lehtësim i tillë të aplikojë edhe për qytetarët që jetojnë brenda kufive të Shqipërisë.